Mirë, kthehemi në studio dhe diskutojmë tani për politikën. Është bashkuar me ne Arlind Qori nga Lëvizja Bashkë. Arlind, shumë faleminderit. Faleminderit për ftesën. Si të bisedojmë. Unë po nis nga lajmi i fundit, nga vendimi i qeverisë për të mbyllur TikTok-un, pati disa paqartësi në fillim, u mendua që kishte një dakordsi me drejtuesit e kësaj kompanie për të luftuar fenomenet negative, sepse për të qenë sinqert ka ndodhur dhe vrasje dhe vetvrasje nga TikTok-u, por nga ana tjetër për kritikët kjo mund të jetë edhe një tentativë për të bllokuar një platformë që mund të avantazhojë aktorë të caktuar politik. Këtë e keni thënë edhe ju për platformat që ju keni në këtë rrjet. Si e pe vendimin e fundit? Është censur, është akti i fundit një autokrati të korruptuar dal boje që pothuajse 2 muaj para zgjedhjeve do të mbyll gojën kundërshtarëve të vet politik. Në radhë parë Lëvizjes Bashkë. Lëvizja Bashkë është zakonisht popullore në TikTok. Profili im ka përshtypjen nga pikpamja e pëlqimeve që ka marrë, mund të jetë i dyti mbas atij të Edi Ramës. Ne kemi një shikueshmëri që është 5 deri në 10 fish më e madhe në TikTok se sa në rrjetet e tjera sociale. Është një platformë mjaft më demokratike në kuptimin e lehtësisë për të shprehur, sigurisht bashkë me pluralitetin vinë edhe problemet, mirë po në asnjë vend serioz të botës nuk është marrë ky vendim dhe mbi të gjitha nuk është marrë ky vendim 2 muaj para zgjedhjeve të përgjithshme. Pati një stand-off të madh, por për arsye të tjera. Po Amerika ka probleme gjeopolitike me Kinën, më kupton? Ne nuk kemi tilla probleme. Në rastin ton, kjo është çështje e lirisë së shprehjes. Dhe ta marrësh të vendim, që mendimi tim është antikushtetues, të atë mbyllësh njerëzve gojën për të folur, jo vetëm politikisht, por edhe ekonomikisht, ka mira bizneset vogla që duke mos pas kapacitet për të paguar për reklamat shtrenjta, zgjedhin TikTok-un dhe rrjetet e tjera sociale. Dhe kjo është një goditje e rëndë për demokracinë, është një goditje e rëndë për lirinë e shprehjes, është goditje e rëndë për bizneset e vogla dhe kreative. Dhe e marr, tani sigurisht Edi Rama thot vajte më u konsultua me pritër, por është një gënjeshtër e madhe. Ka shkuar në ca vende, kanë mbledhur ata njerëzit e Partisë Socialiste aty vërdall që kanë thënë atë që është parapërgatitur nga vetë Partia Socialiste. Unë e kuptoj që ka probleme të sigurisë fëmijëve dhe të adoleshentëve, mirë po rrjeti social është i fundit shkaktari këtyre probleme. Po duam flasim për varfërim, po duam flasim për problemet e organizimit të shkollave, po duam flasim për mungesën e parqeve dhe këndave të lojrave ku fëmijët muan të luajnë në mënyrë të shëndetshme. Po duam flasim për punën me shumë orë të prindërve që nuk kujdesen dot për fëmijët e tyre. Pra, ka 1001 shkaqe që prodhojnë një lloj agresiviteti te fëmijët dhe të rinjt. Edi Rama i pa zoti për të zgjidhur këto, shkon e thjesht përdor këtë rast për të mbyllur gojën kundërshtarëve të vet dhe për t'u thënë si thua prindërve, tani fëmijët tuaj do të jenë të sigurt. Fëmijët tanë, duke futur dhe të fëmijët, nuk do të jenë të sigurt nga mbyllja e TikTok-ut sepse vazhdojmë të mos kemi fusha. Fusha ku luajnë fëmijët e mi, po bëhet pallat tani. Një kurs futbolli aty te Alitemi, po bëhet pallat. Nuk ka më as fush. Që ishte private drejt ta haj. Lere më fush publike. Sa e sa fëmijë të tjerë nuk kanë çfarë bëjnë gjithë ditën, sepse shkolla nuk ka një program të mësimit të fëmijëve dhe të bërjes detyrave dhe të lojrave apo kurseve mbas orarit zyrtar të shkollës siç ka në vendet e tjera të përparuara. Shumica dërmuese e fëmijëve disi e kalojnë mbas ditën, shkojnë kafe me prindrit, edhe në kafe rrin celular se s'kan ç'bëjnë. Si çdo bësh në kafe tjetër, përveç se 2 prindër do bëjnë mohabet me njëri tjetrin dhe fëmijët do rrin celular. Unë i them këto gjëra jo vetëm si njeri aktiv në jetën politike publike, po i them edhe si prind. I ndjej këto probleme dhe dal në përfundimin që kjo që ka bërë Rama sot dhe qeveria nuk është zgjidhja e problemit. Zgjidhja e problemit është një ndryshim. Ne do të marrim vendimin ta kemi zyrtar të qeverisë, deri tani ka dalë lajmi vetëm për media, si një lloj përmbledhje, dhe do sigurisht do ta shurtoj me ekspertët tanë dhe do ta çojmë në të gjitha hallkat e gjyqësorit deri në gjykatën kushtetuese, po frika ime është derisa të shprehet gjykata, këta e bëjnë fakt kryer. Gjykata mund shprehet në 2026. Këta tashmë e kanë mbyllur. Po e them dhe njëherë, 2 muaj para zgjedhjeve drejt ta haj. Domethënë, është si të ishin para, 25 viteve apo 30 viteve dhe qeveria e kohës të merrte një vendim 2 muaj para zgjedhjeve, gazetat po shpendin popullin, i mbyllim gjitha gazetat. I mbyllim të gjitha televizionet, se ka dhe njerëz që thonë këtë gjë, televizionet po shpendin popullin. Me këtë ide që mesazhi që jepet nga mediat është ç'edukativ, këtu mund mbyllësh çdo gjë.
Çdo gjë, gjithmonë do dalë dikush do thotë s'pëlqen ky televizion, s'pëlqen ky program, s'pëlqen kjo gazetë, s'pëlqen ky portal, s'pëlqen Facebooku, Instagrami, TikToku, i mbyllim të gjitha dhe shohin vetëm RTV-n. Shohin vetëm atë televizionin e Edi Ramës, podcastin e Edi Ramës dhe marrin vesh të vërtetat hyjnore, absolute dhe të padiskutueshme të personit që është në pushtet. Erdin, ndërkohë, ju shkruajon ky lajm apo nuk është se bën? Ne kemi qenë përgatitur për këtë gjë sepse është folur edhe muaj. Shumë muaj. Unë mendoja që ishte thjesht një provokim, domethënë nuk isha i sigurt që do të çoni deri në fund, mirë, por marrëzia këtu nuk ka fund, edhe grykësia si thash për pushtet dhe para nuk ka fund. Sigurisht ne jemi të përgatitur për të përdorur të gjitha mjetet e tjera, pak në ato që janë dorën tonë. Ku diu, ftesa televizive nuk janë dorën tonë. Sa herë na thrisni, unë do vi, por nuk e vendosur shpeshtësinë e thirrjeve televizive. Ama çfarë kemi në dorë? Këmbët tona i kemi në dorë. Një fletush thjesht e kemi në dorë. Të shkojmë derë më derë, të bijem derë, dhe i themi qytetarëve, ky është programi Lëvizjes Bashk, urdhëroni, lexoni, këta janë kandidatët tanë, e kemi në dorë. Të shkojmë në çdo treg, në çdo shesh, në çdo rrugë, përsëri e kemi në dorë. Qytetet dhe fshatat, dhe do ta bëjmë këtë gjë intensivisht. Do bëjmë fushat, siç e bëjnë shoqëritë që sundohen nga autokrat. Po kupton? Me vështirësi, me diskriminim, por këtë vështirësi unë mendoj që do t'i kthejmë në forcë, sepse edhe mesazhi ynë do të jetë në këto kushte diskriminuese, do të jetë më goditës për qytetarët. Okej, Erdin, ndërkohë çfarë po ndodh me para fushatën zgjedhore, ta quajmë si tillë, jeni gati për zgjedhje? Do të jemi pranishëm në gati për zgjedhje. Sot në orën 16 kemi thirrur dhe mediat. Lëvizja Bashk do të dorëzoj në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve 5500 firmat e qytetarëve që na kanë mbështetur për këtyre zgjedhje dhe 186 kandidatët tanë në të 12 qarqet, po ashtu të cilët do të kandidojnë për lëvizjen bashkë. Me të dorëzuar... Janë të nevojshme para çdo procesi zgjedhor? Çdo parti jo parlamentare ka detyrimin që përpara se të hyjë në një proces zgjedhor të mbledh ose 3000 firma për pushtetin lokal ose 5000 firma për pushtetin për qendror, sigurisht për parlament. Ne gjithmonë për të qenë brenda dhe duke ditur që shtetin e kemi gjithmonë kundra, mbledhim gjithmonë një 10% më shumë. Kështu që kemi mbledhur 5500 që të jemi në rregull. Mos na dalë ndonjëherë thos e ke hedhë çik firmën jashtë kuadratit edhe kësaj nuk vlen. Do dorëzojmë 5500 firma, do jetë hera e fundit kam përshtypjen që do dorëzojmë firma sepse Lëvizja e Bashkë ka për të qenë parti parlamentare me përvajsi serioze të zgjedhjeve pa pikën e diskutimit. Jam i bindur jo vetëm sepse edhe sondazhi më i keq, më paragjykues për ne na nxjerr parti parlamentare, por jam i bindur sepse realisht në rrugën shoh një përkrahje goxha më të madhe se sa në 2023 ku ne patim rezultate shumë të mirë në zgjedhjet lokale të Tiranës. Mendoj që shoqëria shqiptare sot është akoma dhe më e pjekur për ndryshim se sa 2 vjet më parë, është shumë e pjekur për ndryshim se 4 vjet më parë, kur kanë qenë zgjedhjet e kaluara parlamentare. Shqipëria ka ndryshuar shumë këto 4 vjet. Sigurisht, jo për mirë në shumë aspekte, por për mirë në çfarë aspekti? Në ndjenjën e qytetarëve që nuk vazhdohet më kështu. Shansi i fundit i sistemit vjetër ka qenë 2021. Në 2021 ata me thonjë e rimorën bashkërisht pushtetin, pastaj, si thua, gjithçka që ndodh brenda atyre partive, gjithçka që ndodh me institucionet e drejtësisë që po i hetojnë dhe po i ndëshkojnë të korruptuarit brenda atyre partive, ka sjell një frymë qytetare që thotë ne tashmë si shoqëri jemi shumë më të pjekur se sa partitë e vjetra që na përfaqësojnë. Dhe në këtë frymë të re, unë besoj që Lëvizja Bashkë ka një pozicion dominues për shkak të integritetit tonë moral, karakterit politik, guximit, ideve përparimtare që çojmë përpara. Erdin, ndërkohë një nga komentet që bëhet në rrjet dhe më lejo të pyes hapur për idenë apo themi konfrontimit të përplasjes së ideve, thuhet që Lëvizja Bashkë është vetëm duke bërë po themi një aforizëm ose antagonizëm mes emrit të partisë dhe qasjes tuaj për të mos patur bashkëpunim me forcat tjera politike. Patët një ftesë zyrtare, sepse kështu me llafe nëpër media keni patur nga të gjithë, por nga Dashamir Shehi dhe Enkelejt Ali Beaj. Nuk i pat si partner potencial për zgjaruar bashkë. Le të sqarojmë diçka. Lëvizja Bashkë është quajtur bashkë, jo sepse kur themelohet një parti do të bashkohet me parti tjera, se nuk ka sens. Pra, kur themelohet një parti, ata që e themelojnë arrin përfundimin që asnjë parti tjetër nuk po i përfaqëson qytetarët siç duhet. Më kupton? Kështu që ideja e bashkimit në emrin dhe në frymën e Lëvizjes Bashkë nuk është që të bëjmë një gjell partish, se nuk ka sens, po të bashkohemi me qytetarët.
të bashkojmë me punëtorët, me shtresën e mesme profesioniste, me pensionistët, me të rinjt, me sipërmarrësit e vegjël, me bujqit. Kjo është ideja e bashkimit dhe ne këtë bashkim po e realizojmë ditë pas dite. Po e realizojmë në çdo qark, në çdo qytet, kudo ku ka komunitete të cilat duan ndryshimin e vendit. Ne që në kryet po e them, që në kryet herës kemi deklaruar që ne nuk bëjmë marrëveshje me asnjë parti që ka qeverisur deri më sot Shqipërinë, sepse i konsiderojmë të gjitha bashkëpërgjegjëse në korrupsion, në abuzime, në kapje të shtetit, në shërbim dhe oligarkisë. Që në këtë sens nuk kemi të përbashkëta me asnjë nga partitë, deputetët apo diun çfarë që kërkojnë të bëjnë forma nga më të larmishme dhe nga më të çuditshme të koalicionit. Në qeveri. Po, ka disa parti që kryetarët e cilëve nuk ka qenë në qeveri, po parësisht kanë qenë duke bërë xhiro nëpër partitë e vjetra dhe duke identifikuar për partitë e vjetra, dikush me Ilir Metën, dikush me Lulzim Bashën, që në këtë kuptim ne i kemi konsideruar vetë distancuar prej tyre, po ashtu kemi vënë re që këto parti mbyllin gojën kur vjen puna për të folur kundër oligarkisë, kundër kapjes së shtetit, kanë burime të dyshimta të financimit, shpenzojnë para marramendse, ne për të shkuar deri në Durrës mendohemi 20 herë, t'i hedhim 10.000 lekë naftë makinës, të tjerët shkojnë në të gjitha kontinentet e mundshme të botës dhe në fund fare thonë e financoi udhëtimin qytetari anonim nga New Yorku apo nga Stockholmi. Këto janë gjëra që çdo njeriu me mend kokë i lën një shije të hidhur, ne duhet të jemi distancuar nga çdo kush që ka një integritet moral, që ta themi në rastin më të mirë është i dyshim, për mua është i dyshim fare, por le të jemi pak bujarë dhe themi vetëm është i dyshim. Lëvizja Bashkë e ka rrugën e saj, është një rrugë e mbështetur nga mbi 6.000 antarët e saj, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në diasporë dhe nga besoj unë dhjetra mijë mbështetur, mbi 6.000 antarë, pa diskutim. Më thej që dhatë 5.500 firma. Po se gjysma këtyre jetojnë emigrim. Edhe mos harro diçka, antarët tanë janë anë e kënd Shqipërisë. Në këtë sens, të shkosh për të marrë firmën në një fshat largët Sarandës, e të hargjosh shtator që vetëm antarit firmos, në ato shtator ke mbledh 300 firma në qytetin e Tiranës. Pra ne po them që mënyra se si ne kemi mbledh firmat është që të shkojmë te qytetarët, jo thjesht antarët tanë. Unë për shembull kam firmos si fundit, thjesht në mënyrë simbolike, sepse ideja ishte aktivistët tanë më mirë të mos firmosin, në mënyrë që ato 5.000 firma të jenë 5.000 firma të reja, jo thjesht antarëve tanë, pra të njohin 5.000 qytetarë të rinj, të vëmë kontakte me 5.000 qytetarë të rinj, se për ndryshe, qofse shkojmë thjesht te adresat që kemi pasur, procesi sigurisht do ishte më i shpejt, po më pak produktiv nga ana politike. Arlind, gjysma e antarët partisë janë jashtë, si ka shkuar procesi regjistrimit, keni dhënë udhëzime për Gjysma antarëve tanë janë jashtë, kam përshtypjen të gjithë janë regjistruar besoj bashkë me familjarët e tyre, kemi shpërndarë informacion për ditë, për mbi një muaj, për ditë, nga faqja e televizjes Bashkë, nga faqja ime, ka pas informacion thirrje për tu regjistruar. Unë jam i entuziazmuar për numrin e madh të qytetarëve që janë regjistruar. Fatkeqësisht ka disa dhjetra mijëra që kanë marrë përgjigje negative dhe ne do të donim që të kishte një shtyrje të procesit në mënyrë që kushdo që do të regjistrohet. Është shumë e rëndësishme që çdo shqiptar i diasporës që do të votojë, më kupton, të votojë, sepse kam përshtypjen arritja më e madhe demokratike në Shqipërinë e këtyre 30 e ca viteve pas vendosjes pluralizmit. Pra cilat janë dy hapat më të rëndësishëm në historinë demokratike të Shqipërisë. 1991 që ku vendos pluralizmi dhe kjo s'ka diskutim, dhe tashmë fakti që gati 40% e popullsisë së Shqipërisë, a më shumë, që është në emigrim, fiton realisht drejtën e votës, se emigrantët deri më sot kanë qenë qytetarë një lloj si unë e ti, mirë po praktikisht nuk e kanë pas drejtën e votës. Po kupton? Fakti që në presionin e lëvizjeve sociale, në presionin edhe të lëvizjes Bashkë që ka kontribuar në këtë gjë, më në fund qytetarët shqiptar nga diaspora kanë fituar të drejtën e votës, është një arritje e madhe, që kjo arritje të shkojë deri në fund, unë mendoj që afati i regjistrimit duhet shtyr sa për të verifikuar çdo kush që kërkon të regjistrohet. Sigurisht pa vënë në dyshim integritetin e procesit zgjedhor, këtu do të jemi të qartë. Okej, se harrova të pyes për Ali Beajn dhe Dashamin Shejin, nuk ke një mendim pak më distancuar apo? Thashun, ne e kemi vendosur në parim që në fillim që ne me
deputet, ish deputet, ish ministra, e kështu me radhë të qeverive të mëhershme, nuk kemi të bëjmë dhe ky është një qëndrim politik, më kupton? Tani, unë nuk dua të gërmoj një jetën e gjithë secilit dhe të them ky m'pëlqen, ky s'm'pëlqen, ky është i dyshim, ky është parim, më kupton? Se mund dal dikush një deputet anonim, thot po me mua ç'ke, thot se unë s'kam bërë asgjë, vetëm kam ngritur kartonin në 97-ën, tani për afus kot. Është qëndrim politik i Lëvizjes Bashkë që ne nuk bashkëpunojmë elektoralisht dhe politikisht me parti dhe përfaqësues partisë që kanë qenë pushtet deri më sot në Shqipëri. Erlind, diçka që më ka pëlqyer tek Lëvizja Bashkë është ruajtja e votës në, po themi, qendrat e numërimit. Kanë qenë të angazhuar aktivistët dhe nga partitë e mëdha kemi dëgjuar edhe për tradhti të komisionerëve e kështu me radhë. Çfarë pret nga standardet e këtij procesi zgjedhor? Ka një platformë nga SPAK-u ku duhet dërgohen denoncime, e shihni me pozitivitet këtë nisëm, do të denonconi, si planifikoni, po themi, të mbroni votat tuaja përballë një procesi zgjedhor në Shqipëri që në 35 vite ka patur goxha kritika. Ditën e votimit ne jemi të zotë të vetes, për të mbikëqyrur gjithë procesin me vëzhgues kudo, sidomos në çdo tavolinë numërimi. Kur ke vëzhgues shumë, të dedikuar, të palodhur, të guximshëm dhe të ndershëm, nuk guxon njëri ta prek votën tënde. Dhe unë po e them paraprakisht këtu. Asnjë votë e Lëvizjes Bashkë nuk do të tjetërsohet dhe nuk do më dëgjoni mua mbas zgjedhjeve, cili do qoftë rezultati, them më votën votat. Sepse nuk do na i vjedhin dot. Flas për Lëvizjen Bashkë. Ne do jemi dhe garanti i mbrojtjes së votave të partive tjera, por me siguri unë flas për Lëvizjen Bashkë. Ju i referoni procesit të Tiranës dhe procesit numërimit, për edhe procesit të ditës votimit. Tani, përpara kësaj dite ka probleme tjera. Dhe këtu nuk mjafton Lëvizja Bashkë. Blerja votos, ne nuk kemi prokurore, police, gjykatës që të shkojmë në çdo cep edhe të kuptojmë ku hidhen parat. Këtu hyn roli i SPAK-ut. Dhe unë këtu kërkoj... Por SPAK-u kërkon ndihmë. Patjetër. Ne në çdo rast që mbledhim informacion, automatikisht e denoncojmë. Po them edhe herë, SPAK-u nuk mund të thotë vetëm kush di në gjë të vite ne, duhet marrë edhe një qëndrim aktiv, domethënë që ta kërkoj vetë, të mobilizoj forcat e veta në mënyrë që të kërkoj vetë indicjet apo prova. Unë tani do shfrytëzoj çdo dalje time publike për ta inkurajuar prokurorët apo hetuesit e SPAK-ut që të shkojnë dhe të mbikëqyrin gjithë të proces disa mujor, madje edhe në të shkuarën. Pse? Sepse në Shqipëri blihet vota. Dhe kjo është e paligjshme, do të shkojnë në burg ata që e blejnë votën. 2. Në Shqipëri përdoret pushteti, kërcënohen njerëz me vendin e punës për të votuar në një mënyrë ose në tjetër, dhe këtu ata që i bëjnë kërcënimet duhet të shkojnë në burg. Në Shqipëri mblidhen dhëna në mënyrë të paligjshme për të ushtuar presion qytetarëve dhe kjo duhet hetohet dhe duhet dënohen përgjegjësit, po mbi gjitha në Shqipëri kemi një financim të tmerrshëm, okult, të partive politike. Para që shpenzohen pafund, aeroplan, skena, dreka, darka, që nuk bëhet, nga të gjithë, por përbes nga të gjithë, përveç nesh, nga të gjithë, se cili si pas takatit, e bëjnë këtë gjë mëngjes drektar. Dhe SPAK-u duhet shkoj të kontrolloj ku do, bashkë me KQZ-n. Si drejgjin i keni financuar këto takime, si drejgjin e shtruat të banket, si drejgjin u futët 15 veta në avion, shkuat deri në SBA në Angli apo në Gjermani dhe më trego ku janë këto 10.000 euro vetëm për një udhtim. Më kupton? Leri më gjërat e tjera. Ne jemi vetëm një parti që deri më sot nuk kemi bërë asnjë takim në diasporë. Kemi qenë para një vit e gjysmë në Berlin vetëm për takuar antarët tanë me 3 biletat thjeshta, që nuk shkojnë as 200 euro gjitha bashkë, kemi fjetur tek shtëpia një prej mbështetësve tanë. Diçka të gjashme kanë thënë dhe të tjerë. Jo, nuk kanë thënë tjerë kanë bërë qindra takime, po kupton? Ne, po ta them këtu, në 2 muajt e mbetur, po parashikojmë, po më tepër për arsye simbolike, që të bëjmë ja 2 takime modeste në Itali edhe në Greqi. Po edhe njerë, 2 në një vit të tërë elektoral, kostoja e të cilave, kam përshtypjen mbulohet, vetëm nga rroga ime. Sigurisht, nuk do japur rrogën tim, unë jap 1% të caktuar të rrogës, por thjesht për të dhënë idenë se sa, si thua, me korrektesë, modesti dhe ndershmëri punojmë ne në këtë fushat elektorale. Prandaj është shumë e rëndësishme që SPAK-u dhe gjitha institucionet e tjera, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, të bëjnë audite, të kontrollojnë deri në detaj. Ua kam thënë, niseni nga Lëvizja Bashkë. Hajteni në zyrat tona. Që nesër. Në muajin e fushatës do shohim skena të mëdha. Ju si do ta bëni fushatën? Si do ta mposhtni?
të, po themi, përpjekje me regji, me kamera, do të keni diçka të ngjashme si Do kemi një celular që na filmon, kemi edhe një tripod, që kemi bler vite përpara, do vëmë celularin atë tripod edhe do filmojmë. Edhe një dy tjerë do bëjnë foto, siç kemi bërë gjithmonë. Me sa më shumë njerëz, pra do kemi takime publike masive, sidomos në qytetet e mëdha, pastaj ne do shkojmë te qytetarët. Nuk do i themi thjesht qytetarëve, hajdeni te ne në orën X, në datën Y, edhe na dëgjoni, ne do shkojmë te qytetarët. Do shkojmë nëpër tregje, në mënyrë intensive, do shkojmë nëpër shesh pushime mes pallateve, do shkojmë nëpër rrugë kryesore, dytësore të qyteteve, do shkojmë derë më derë. Ne në Tiranë mund të kemi rënë mira dyerve. I bie derës, ta hap derën e zonjës së i zoti shtëpisë, edhe bisedon 2-3 minuta me të. I jep edhe një fletush. Shumicë ndërmuese të rasteve qytetarët janë mikpritës, ndose janë të lodhur, vinë nga puna e kështu me radhë. Po edhe qoftë se njëri ta mbyll derën në fytyrë se shumë i lodhur, nuk ka problem. S'ka fare probleme, mirë kuptojmë. Fundja është justifikueshëm një lloj skepticizmi ndaj politikës, sepse ne politika na ka dhunuar për 3 dekada me radhë. Edhe më parë s'ka pas zgjedhje edhe demokraci që si marrim në konsiderat. Kështu që ne mirë kuptojmë edhe skepticizmin e një pjesë të qytetarëve dhe punojmë që ta tejkalojmë atë. Arlin, kam dhe 2 pyetje të fundit. Së pari listën për deputet, kur do e keni gati, dhe së dytim ke premtuar që do diskutojmë dhe programin e Lëvizjes Bashkë. Listën sot në orën 4, mbasdite, e dorëzojmë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, uroj që t'jetë një kamera e televizionit tuaj që ta shfaq publikisht këtë gjë, dhe të sigurisht në moment që dorëzohet Komisioni Qendror të Zgjedhjeve është publike, domethënë. Do të jetë lista e kandidatëve. E kandidatëve, e të 186 kandidatëve të Lëvizjes Bashkë. Për programin, tani unë kam dalë ca herë nga fjala se gjithmonë kam thënë edhe 2 javë dhe 3 javë dhe 1 muaj, mirë po intensiteti i punës tonë politike ka qenë zakonisht i lartë. Ki parasysh që ne kemi përfshirë 20-30 ekspert fushave, që jo të gjithë punojnë me të njëjtin lloj shpejtësie dhe të gjithë janë vullnetarë. Por unë besoj pa diskutim brenda marsit, pa pikën e diskutimit. Unë shpresoj ndoshta për punë 1 javë 2 ta kemi gati, sepse dua që përveç se të jemi partia e parë që sot regjistrohemi përfundimisht në zgjedhje, të jemi edhe partia e parë që botojmë një program që nuk është as 5 faqe, as 10 faqe, po unë parashikoj të jetë mbi 150 faqe. Thjesht për të dhënë idenë e seriozitetit punës tonë. Se nuk lexojmë. Nuk ka rëndësi, kush është interesuar të lexojë të gjitha, do kemi edhe një version më të shkurtuar për ata që nuk e kanë kohën e dur, ama shumë e rëndësishme ai dokument programor, sepse kushdo që do të di për ne, deri në detaje, për vizionin tonë të ketë kujt i referohet. Jo vetëm fjalëve të mia, po një tekst i shkruar. Arlin, shumë faleminderit. Ishte vërtet kënaqësi.